Policia e Tiranës ka arrestuar 2 persona në lidhje me ngjarjen e ndodhur më 14 shkurt 2026 në zonën e Saukut, ku një 18 vjeçare u vetplagos me armë zjarri. Në pranga kanë rënë shtetasit Sajmir Gjuta dhe Elvir Gjuta, të cilët janë babai dhe kushëriri i të dashurit të vajzës, Erisialdo Gjuta, i cili dyshohet se mbante pistoletën që u përdor në ngjarje. Sipas njoftimit zyrtar të Policia e Shtetit, specialistët për hetimin e krimeve kundër jetës dhe pronës në Policia e Tiranës bënë të mundur kapjen e 2 të dyshuarve, të cilët ishin shpallur më herët në kërkim. Ata akuzohen për veprat penale, moskallëzim krimi dhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës, të kryera në bashkëpunim, pasi dyshohet se kanë tentuar të fshehin rrethanat e ngjarjes dhe të mos njoftojnë autoritetet. Ngjarja ndodhi në Sauk në mes të muajit shkurt, kur 18 vjeçaria u vetplagos me një armë zjarri që dyshohet se mbahej nga i dashuri i saj, Erisialdo Gjuta. Pas incidentit, policia nisi hetimet për të zbardhur rrethanat dhe për të përcaktuar përgjegjësitë e personave të përfshirë. Pas konsultimit me prokurorin e çështjes, u vendos që Sajmir Gjuta dhe Elvir Gjuta të hetohen në gjendje të lirë, ndërsa hetimet vijojnë për të sqaruar plotësisht dinamikën e ngjarjes dhe rolin e secilit person të përfshirë.